Nomad Lawyer. Shqipëria destinacioni kulturor me rritjen më të shpejtë në Ballkan. Shqipëria është kthyer në një nga historitë më të spikatëra të turizmit kulturor në Ballkan në vitin 2026, shkruan Najna Thakur për agjencinë e udhëtimeve Nomad Lawyer. Dikur pothuajse e padukshme itinerare ndërkombëtare të udhëtimeve, vendi është shndruar një për destinacione europiane të trashëgimisë që po tërheq më shumë vëmendje i nxitur nga adhetarët që kërkojnë autenticitet dhe përvoja larg turizmit masiv. Pozicioni i Shqipërisë mbështetet në 3 shtylla kryesore, së pari Berati, i njohur gjërësisht si qyteti i 1-1 dritarëve, gjirokasë me panesat e tyre prej gurit dhe kështjellat e periudhës osmane, dhe pazaret e ruajtura ofrojnë panoramë të qytetërimeve dhe traditave që paraprinë në shekuj infrastrukturën turistike të Evropës perëndimore. Të dy qytetet janë pjesë e listës trashëgimisë botërore të UNESCO, së dyti Putrinti, një sit arkeologjik pranë kufirit me Greqinë, banë gjurmën e kolonive greke, administrimin romak, murgjve bizantin dhe tregtarëve venecian. Në një hapësirë të vetme, vizitorët mund të ndjekin gjurmët e qytetërimeve të ndryshme që kanë lënë shenjën e tyre në historinë e Mesdheut. Sipas dokumentacionit të UNESCO-s për trashëgimin kulturore, Putrinti përfaqëson një dëshmi të jashtëzakonshme të valëve të njëpasqyrshme të qytetërimeve mesdhetare. Së treti, fshatat tradicional të Shqipërisë, traditat e muzikës popullore, kuzhina rajonale dhe ajo malore, si dhe trashëgimia e luftës së ftohtë, përfshirë mira bunker për bretonit shpërndarë në gjithë vendit, ofrojnë një përvojë turistike të ndryshme nga ajo e destinacioneve të tjera të krahasueshme evropiane.